Prej kohësh në qytetin e Shkodrës janë ndërtuar kursi të posaçme për lëvizjen e biçikletave, por një pjesë e qytetarëve vijojnë të mos i respektojnë ato, duke lëvizur në rrugën e makinave paralel me kursit. Ndërsa lëvizin në rrugën e makinave, qytetarët kthehen edhe në burim aksidentesh. Shpeshherë në rastet e aksidenteve në rrugët e Shkodrës, përgjegjësia bie mbi drejtuesit e automjeteve, por lind pyetja, a duhet të akuzohen gjithmonë vetëm ata, kur në shumë raste janë edhe përdoruesit e biçikletave që nuk respektojnë kursitë e dedikuara për ta. Kjo situatë rrezikon jo vetëm jetën e tyre, por edhe krijon vështirësi për drejtuesit e automjeteve. Edhe pse infrastruktura për biçikleta është përmirësuar dhe kursit janë shtuar, duket se ndërgjegjësimi i qytetarëve ende mungon. Policia rrugore duhet të marrë masa më të repta ndaj përdoruesve të biçikletave, në mënyrë që të respektohen rregullat e qarkullimit dhe të shmangen aksidentet që po përsëriten shpesh në rrugët e Shkodrës.